Të mësuar përfitimet të shumta shëndetësore për personat që agjerojnë, ushqimet të cilat duhet t'i konsumojnë në syfyre iftar sipas rekomandimeve të nutricionistës Albulena Shabani Ilazi. Agjerimi gjatë Ramazanit është një përvojë shpirtërore e veçantë, por në të njëjtën kohë mund të jetë sfidues për trupin. Oraret e ushqimit ndryshojnë, ndërsa mungesa e ujit dhe ushqimit për një periudhë të gjatë mund të ndikojnë në nivelin e energjisë dhe mirëqenien e përgjithshme. Për këtë arsye, është e rëndësishme të kujdesemi për atë që ham dhe pim në orët kur agjerimi ndërpritet. Punoj që 8 vite, prej vitit 2016 me pjesën e nutricionit dhe dietologjisë, kryesisht do gjë që ka të bëj me mbështetje raport me ushqimin, që nënkupton për plane, humbje pesh, shtim pesh, edhe mbështetje në raport me ushqimin dhe stilin e jetesës për çdo problem shëndetësor që i duhet trupit të njeriut. Kryesisht ne jemi çfarë hajmë. Edhe ndikimi i ushqimit është faktori shumë i rëndësishme, si në funksionin e secilit organ, si një gjatësinë e trupit tonë, qelizave tona, më thënë edhe modifikimin e gjeneve tona, më thënë është faktori më i rëndësishëm, është një ndër faktorët më të rëndësishëm është ushqimi. Pastaj mbrapa ushqimit, unë kisha rangu edhe gjendjen psikologjike që në këtë rast ndikon edhe ushqimi, gjendjen psikologjike edhe gjendjen e sistemit nervor kryesisht, që në këtë rast ndikon edhe stili i jetesës. Do të thonë, niveli i stresit, ndikon shumë edhe stili i jetesës sa i përket aktivitetit fizik dhe plot faktorë tjerë që na i bojmë gjatë rutinave tona ditore që na ndikojnë tek sistemi jonë nervor. Do të thonë, ushqimi në radhë të parë, mirëqenia psikologjike që është kryesisht shëndeti mendor dhe i treti dhe jo më pak i rëndësishme është aktiviteti fizik që e bojmë. Do të thonë, një stil jetesës me këto 3 elemente kish me qenë ideal për mirëqenien tonë shëndetësore, komplet organizmi tonë dhe funksionin e organeve. Ndër gabimet të zakonshme, sidomos në traditat tona, është kryesisht ushqimet e konzervume, paketume edhe ushqimet fast food ose ushqimet e gatshme, që këtu përfshihen sasia lartë e karbohidrateve të thjeshta dhe yndyrnave jo të mira dhe yndyrnave trans, më thënë edhe aditiv, edhe këto shtesa që shtohen në ushqimet e gatshme. Unë mendoj që kjo dinamika e jetës na ka marrë qaç shumë përpara, sot që na zgjedhim të shpejte edhe të gatshme. Edhe kjo është një prej arsyeve që na bujmë vazhdimisht gabime. Thjesht edhe pse mendoj që krejt janë vetëdijsume, edhe i ndim, po prapë se prapë vazhdoj me bo, sepse e kemi më të shpejt, më të gatshme edhe më të lehtë me vepru realisht këtë formë. Agjerimi mundet më konsideru si kirurgji pa brisk për mbështetjen, shërimin e plot problemeve shëndetësore, edhe të njëjtën kohë për parandalimin e plot problemeve shëndetësore. Këto nuk e thomojnë, e ka vërtetu shkenca. E ka vërtetu me vitet tona, është studiu edhe është hulumtu, po vullën një farforme ja ka jep zbulimi i efektit të procesit të autofagjisë, që është një proces që ndodh kur trupi mbetet pa ushqim, që lizat tona mbeten pa ushqim, fillojnë mi konsumu organelet e veta, edhe mbetjet e veta, në këtë formë rigenerohen, shfrytëzojnë si ushqim, rigenerohen edhe një farforme të njëjtën kohë ne jemi përbëm për këtë trupi prej qelizave, njëjtën kohë rigenerohet komplet organizmi. Edhe ky ka përfitime të jashtëzakonshme, një imunitet njeriu në funksionin e krejt organeve, ka përfitime për shembull të gjitha sistemet hormonale, imunitet, edhe një pjesë shumë të madhe të smundjeve. Prej 2016-s, dhe deri sot janë bu me mija hulumtime që e kanë vërtetu efektin realisht të fasting.
që është i ngjajshëm edhe me efektin e agjerimit. Po, cila është përparësia e agjerimit gjatë muajit të Ramazanit, është sepse privohemi edhe nga ushqimi, edhe nga ujë, edhe nga çdo gjë për deri në 16 orë, 12 deri në 16 orë. Në këtë rast aktivizohet edhe një proces tjetër, që është procesi ketogjenezës. Çka ndodh në trupin tonë? Momentin që trupi nuk ka glukozë, atëherë fillon melçia, momentin që melçia nuk ka glukozë, se shpenzohet glukoza diku për 12 orë, atëherë fillon mi marrin ndyna dhjamore, mi shpenzojnë ndyna dhjamore për me prodhu energji. Këtë rast i largojmë edhe toksinat që i kemi të akumulume për një kohë gjatë për ndyna dhjamore, edhe të njëjtën kohë kjo ka përfitime edhe për ata që dëshirojnë për shembull me hub pesh, kjo ka përfitime të jashtëzakonshme, edhe të njëjtën kohë krijohet një lloj detoksifikimi edhe i melçisë edhe komplet trupit. Çka vlen me theksu që edhe veshka liron një lloj hormoni që ndikon që mos mu largu uji prej organizmit, po të njëjtën kohë e bën funksionin e vet detoksifikues. Sa i përket kufizimit të agjerimit edhe problemeve shëndetësore, e ndim që gratë shtatzana, nënat gjithënëse, femrat në kohën e ciklit, po edhe disa persona që kanë probleme të ndryshme shëndetësore, qoftë ato autoimune ose probleme kronike, normal, nëse na nuk muj me thanë që muj nëse s'muj me agjeru, për arsye se nuk e dim që smundja e tyre në çfarë niveli është. Këtë rast, kishte mirë që konfirmimin me marë prej mjekut specialist që veç e përcjell, edhe normal mjeku specialist bazohet në gjendjen e tij shëndetësore edhe në gjendjen që ka analizat ose që ka përgjithësi gjendjen e tij shëndetësore. Përndryshe këto janë kategori që gratë shtatzana, nënat gjithënëse edhe femrat në kohën e ciklit. Një syfyr i mirë duhet të përmbajë ushqimet që na mbajnë të ngopur dhe të hidratuar për sa më gjatë. Zgjedhja e ushqimeve të duhura ndikon në nivelin e energjisë gjatë ditës dhe ndihmon që trupi të përballojë më lehtë orët e gjata të agjerimit. Po ashtu edhe iftari luan një rol të rëndësishëm, pasi është momenti kur trupi rikuperon lëndët ushqyese të humbura. Ushqimet që konsumohen në këtë vakt mund të ndikojnë në ndjesinë e lehtësisë apo rëndimit pas agjerimit. Kryesisht edhe për iftare, për syfyr preferohet një ushqim karbohidrateve thjeshta edhe i ndynave jo të mira, i ndynave trans. Çka ne kupton? Karbohidratet thjeshta konsiderohen miell i bardh, çdo gjë që është përgatitur me miell i bardh, me sheqer, me domethënë me brumi, kiflet, flijat, këto, i ndynat jo të mira janë vaj i thjesht, edhe ndynat që digjan, për shembull ato që përgatiten ato pomfritat, mishi për shembull në sasi të lartë vajt, këto nuk preferohet pjetë e gazume, nuk preferohet pjetë me sasi të shtume sheqerit, edhe kryesisht ato me thënë ato keksa, chipsa, këto që shtohen sasi të madhe, realisht për arsye se prishin funksionin e organizmit edhe qëllimin që ka vetë agjerimi. Më thënë edhe atë sakrifit që bojmë gjatë gjithë ditës, atëherë normal që nëse konsumojmë këto ushqime në syfyr, kemi me vështirësu. Edhe me kalu ditën edhe kemi me vështirësu proceset që për mi marë përfitim për agjerimit, po të njëjtën kohë nëse i përdorim një iftar kemi me pas një gjumë jo të rregullt, edhe të njëjtën kohë edhe dita tjetër ka me na kalu ma rëndë, është vështirë. Kujdesi për ushqimin dhe trupin gjatë këtij muaji nuk është vetëm çështje shëndeti, por edhe një mënyrë për të ndjerë më shumë harmoni dhe mirëqenie gjatë kësaj periudhe kohore. Edhe për Ramazan, edhe për një stil të mirë të jetesës, këshilla jame është me kriju shprehje të mira, që mendoj që Ramazani na jep me kuptu që për ata që agjerojnë edhe din rëndësinë e disiplinës, na jep me kuptu që na mundem. Veç nuk dojmë. Na mundem me bo disiplinë, përderisa gjatë Ramazanit për privojmë vetëm pa ushqim, pse s'mujna me bo një stil të jetesës të mirë edhe në kushte normale, me kontribu për mirëqenjen e shëndetit tonë, sepse trupi jonë
ky organizëm joni është amanet vetëm joni, është përgjësi vetëm e jona, shëndeti trupit tonë është amanet dhe përgjësi vetëm e jona. Edhe thjesht kjo është arsyeja pse edhe jemi çka hajmë.